Në qendrat komunale të numërimit do të bëhet verifikimi e rezultateve të subjekteve politike nga formularët që janë plotësuar në vendvotime, si dhe do të bëhet numërimi i votave të kandidatëve për deputet. Ndërkaq në qendrën e numërimit dhe të rezultateve në afërsitë e Prishtinës do të bëhet numërimi i fletvotimeve nga ato lloje të votimit siç janë me postë pra jashtë Kosovës, në përfaqësi diplomatike, nga votimi persona me nevoja të veçanta dhe nga votimi me kusht. Si dhe në këtë qendër gjithashtu planifikohet të bëhet rinumërimi deri në 10% i vendvotimeve për të cilat do të vendosë KSZ si mas kontrolli për cilësinë e numërimit në qendra komunale të numërimit. Pra, në përgjithësi, të gjitha këto aktivitete në këto 38 qendra komunale të numërimit, si dhe në QNR, do të zhvillohen në mënyrë që të arrijmë deri tek shpallja e rezultateve përfundimtare. Sipas planifikimeve të vendosura nga ana e KSZ-s në planin e aktiviteteve të miratuara qysh në fillim të këtij procesi zgjedhor, në rast se nuk ka ankesa, shpallja e rezultateve përfundimtare planifikohet të bëhet deri më datën 26 qershor. Pra ky është parashikim apo planifikim në planin operacional të aktiviteteve të KSZ-s. Ndërkaq certifikimi i rezultateve përfundimtare dhe njëkohësisht përmbyllja e procesit zgjedhor planifikohet të bëhet deri në datën 6 korrik.